Bar restorantit, të cilin do të na marrë një intervistë me përket temës të cilën ne do trajtojmë sot. Ju falenderojmë që marrë pjesë në këtë intervistë. Jemi këtu për t'ju bërë disa pyetje. Si është që të jetosh në Liç? Tash të flasun si është jetesa në Liç. Se normale, nuk mundem të them tamam se është fatikisht normale. Do thoni se është Liçat përmajnë sjufër. Është dëmshëm përshëndetjen. Është dëmshëm përshëndetjen, do të bën një dëm nga zemra. Kush është me zemrën nuk reagon fare se jetë në Liç, banoj. Edhe veshkat. Më rëndësishme është për zemrën. A janë kushtet e nevojshme për një biznes të një tillë në Liç? Edhe në fjalë duket vetiu nga natyra, po duhet edhe në fjalë një farë ndihme nga shteti. Kemi rrugën, kemi një për shembull kanale si janë këto gëmet, si zvaranik, në fjalë duhen rregulluar, që të kenë në fjalë sa më shumë. Shumë drejt. Pamje. Edhe kërkojmë që të ndihmojmë shumë pak me këtë. Duhem një farë shumë edhe sa. Keni shumë të drejtë. Këtë biznesin në fjalë. Çfarë shërbime shofroni ju në biznesin tuaj? Në biznesin tonë, edhe bëjmë shërbime. Shumë të mira për menimin tim. Një bar restoran, si që shikoni edhe vetë juve, që e keni fillu ndërtim të i parojmë akoma të zbërojmë shumë. Edhe, ja këtëm, në shikoni vetë. Shumë mirë, tani. A njetë rëndësia ureve termale, a frekontohen ato rregullisht me njerëz? Rëndësia e ureve termale njihet shumë shumë. Edhe ka shumë frekontim. Në fjalë mund të ketë mbi 3.000 apo 4.000 apo 5.000 banor. Dhe vetëm se ka këtë, për shembull janë në periudha. Në periudhën e majit mund të vënë ke 500-600 frekuentuar. Kurse në shtator, në tetor, deri në fundin e ndorit, mund të ketë në qindra mira, siç e thashë më së pari. Shumë mirë. Çmimet që ju ofroni për shërbimet kurative, a janë të pranueshme nga njerëzit? Dhe a është i pranishëm mjeku në këto shërbime, sepse siç e dim, jo të gjithë njerëzit mund të futen në baja termale, për shkak të pensionit e tjerë. Çmimet janë shumë të arsyeshme, por cilin do të jetë do si mas kushteve janë çmimet si mas kushteve. Në fjalë si marrin me ushqim, a shkota 180 deri në 200. 1 lekë vjetra. Po. Kurse kështu 100.000 lekë dhoma. Pranueshme shumë. Ndërsa për mjekun çfarë mund të na thoni? Për mjekun me fjalë mbledhen për shembull 2-3 familje ose 4-5 me një mjek. Me një mjek. Japin një farë rrogë edhe. Domethënë siguron familja, jo ju si biznes. Po tash biznesi unë për shembull kam lokale, po kem dhoma. Po. Do gjej mjekun. Po. Kjo është puna. Do gjej mjekun, po, afroj. Shumë faleminderit për intervistën. Jemi të nderuar që pranuat të ju intervistojmë. Për biznesin juaj gjithashtu. Shumë faleminderit, mirupafshim. Sapo përfunduam intervistën me një nga pranarët e bar restorantit në Liç, tani jemi të detyruar të largohemi duke lënë në shoqërinë e disa pamjeve të kush ishte kënaqësi ne të merrim pjesë në këtë